Brother Radio. Live në Top Albania Radio dhe në kanalin numër 10 në Digital. Unë jam sot në Big Brother Radio me një personazh shumë të diskutuar. Më saktë shumë kurioz njerëzit për të parë se si është, se si duket, se si quhet, çfarë mendon, si e ka ndjekur Big Brother që nga dita 1 kur bashkëshorti i saj u kthye në një nga njerëzit më të komentuar edhe më të debatuar, më të pëlqyer apo jo në edicionin e 5 të Big Brother VIP Albania. Zonja dhe zotrin, ju prezantoj me bashkëshorten e Armir Shahinit, zonjusha do thoja unë, se ka që bukur, ka që freskët, ka që mirë, sa mi e dukur gjithë të ditë që jemi takuar bashkë për të ardhur deri këtu. Rabea Shahini. Mi e mbroma Ilona. Ja, po të presim me duar trokitje në kufje, po ti nuk je duke ndjerë. Nuk e dëgjoj dot tash, po faleminderit për ftesën. Faleminderit ti që pranove, se unë e thash që në nisje shumë kurioz janë njerëzit edhe shumë të kanë pyetur dhe në rrjetet e tua sociale, ose më saktë më trego ti, çfarë është bërë këto javë me ty, si ka ndryshuar profili yt social nga një njeri i cili në ato komunitetin e vet, në njerëzit e vet, në familjen e vet, tani më gjithë Shqipëria flet për mirin, për Big Brotherin, për gruan e mirit. Çfarë po mendon gruaja e mirit, si ndjehet gruaja e mirit? Ne jam shumë e lumtur. Do të mendon gruaja e mirit. Një nga një. Rabea Shahini, më bëri përshtypje që kur të kontaktova në rrjetet e tua sociale, ti mban mbiemrin e mirit, jo mbiemrin tënd? Është vërtet, unë kam marrë, domethënë që kemi bërë celebrimin në Gjermani, unë mora mbiemrin e mirit Shahini. Si që takon një gruaje shqiptare. Fiks ashtu, sa ashtu duhet apo jo? Po si nuk më dukesh fare gjermane, më i zemër. Se kemi ne ato konceptet tona për gjermane, jo janë të ftohta, jo nuk janë shumë të dashur, janë. Më dukesh krejt ndryshe, më duket si njëri që të njoh prej vitesh edhe kam gjithë komoditetin për të folur me ty lirshëm. Faleminderit shumë, edhe ti me ty muhabete shumë ngrohtë dhe kënaqem shumë, domethënë edhe e kam dëgjuar shumë shpesh, jo vetëm tani në këtë kohë e Big Brother, por edhe përpara që ti s'qen ke fare si gjermane, ti je komplet ndryshje, shumë ngrohtë, gjermane janë të ftohta. Mbase nuk jam tipik gjermane, po ja kështu është karakteri im, edhe unë jam shumë i hapur. Shiko, është gjermane, është aq e fortë sa i ngjet makinën në Tiranë sikur të jetë lindur dhe rritur në këtë vend dhe kuptoni se sa grua e fortë. S'kam frikfare të jem timon. Cili ka qenë mbiemri yti më parë, para se unë të gjeja në Facebook me Rabea Shahini. Çfarë do të thonë Rabea? Rabea është në fakt Rabea është emri arab. Domethënë vjen nga emri Rabia. Rabia ka edhe këtë emër në Shqipëri, domethënë si Rabia. Që më kanë thonë që Rabia është një emër shumë i vjetër në Shqipëri, edhe nuk përdoret më, por vjen nga emri Rabia, që do më thonë pranverë në arabisht. Sa e bukur. Dhe mbiemri yt është? Mbiemri yt ka qenë Vëjk, që është kështu si fjala slav, për që do më thonë Velk, ka qenë Vëlk si në rusisht, që do më thonë ujku. Do më thonë, kam qenë një ujk, tashi jam Shahin, që është një zork, A ka ndonjë çik kështu ujk brenda teje? Ndonjëherë po. Jam shumë e lumtur që je në këtë program edhe të komplimentoj për shqipen tënde kaq të pastër dhe kaq të saktë. Si e ke mësuar shqipen, zonja Shahini? Unë e kam mësuar në fakt autodidakt, domethënë kur njihsha mirin, ishte kështu, ne kemi folur vetëm anglisht me njëri tjetrin, se unë nuk fol asnjë laf shqip, edhe ky asnjë fjalë gjermanisht, domethënë anglisht. Por sepse unë thash tashi që ai kupton që unë kam shumë në lidhje serioz, edhe për mua është e qartë që kur ti ke një bashkëshort nga një shtet tjetër, duhet të mësosh edhe një çik gjuhën e burrit, për shembull, ose do më thënë nëse ai kishte mësuar gjermanisht në atë kohë, do kishte qenë shumë i mirë, por unë kam fiksim nuk flas dot me shqiptarët gjermanisht. Edhe kur flasim më mirë gjermanisht se sa unë flas shqip, e kam fiksim me shqiptarët vetëm shqip flasu. Ti ke mësuar një shqipje të përkryer dhe jam shumë krenare që Miri dhe familja e tij kanë arritur. Unë kam mësuar autodidakt, edhe unë në fillim fare mësova kështu, unë kam shumë qejf muzikë të huaj. Edhe dëgjova ca këngë shqiptare, për shembull Elvana Gjata, Afër dhe Larg, ishte në atë kohë, ose Me ty. Edhe unë kam lexuar tekstin e këngës, kam marrë një fletor, kështu, siç ka qenë në shkollë, kam shënuar të gjithë vokabulari edhe përsërita, pastaj fillova me gramatikën edhe e shihni gjermankën. Është e mundur, domethënë, edhe kur sa herë shkova erdha unë këtu në Shqipëri, në fillim kuptova më shumë se sa fola, se kisha edhe një çik turp që mos bëj gabimin. Unë edhe në kohë sot më bëj ndonjë gabime. Domethënë më falni nëse nuk flas gramatiku.
themi ne për gjermanishten që Allah, kush di 3 fjalë është më i. Domethënë ja kështu Si e njohur ti me Mirin, ne kemi dëgjuar variantin e tij, jo më larg se para 2 ditësh po ja tregonte, po e ndante njohjen, po dua ta di anën tënde. Gjithmonë ndryshojnë se si e tregojnë burrat si janë njohur dhe se si e tregojnë gratë. Ne si gra jemi më saktë, se burrat e mbajnë vend në A ishte dashuri me shikim të parë? Po, kështu mund të thuash si, po, ishte, sepse... Disa detaje. Po, domethënë, unë kam punuar përpara në Ministria e Jashtme në Gjermani, edhe atje kam pas një koleg që banon afër qytetit tim atje në Gjermani. Ju jetoni afër Hanover në Gjermani? Po, në Braunschweig, domethënë, edhe ky është si 20 km larg nga mua. Edhe ne kemi qenë gjithë, edhe ku mbarova punën atje, kemi qenë akoma në kontakt. Edhe ai neti këtu në ambasadën gjermane në Shqipëri, në Tiranë. Dhe u martua me një shqiptare. Po, edhe ai është martuar me kushirin e mirë, edhe unë e përshëndes me gjithë zemër, Bela, të dua shumë fort. Okej. Tashi, edhe ajo më ka ftuar për dasëm këtu në Tiranë, edhe atje shkova, edhe isha kështu si krush gjermane, dhe të themi. Krushka. Edhe ajo ishte me familjen e Belës, edhe pastaj erdhi një kushirja tjetër, e thoshte, unë e pyeta, kush është ky? Thashë, kush është ky? Po, kush është këtu? Kush është këtu? Kush është ky? Thashë, duke shumë i bukur, është bukur shumë. Ti e bëre hapin e parë. Po, kështu mund të themi, ai s'ditë që se unë e pyeta një person tjetër, ai nuk e dini se më kishte parë, po jo në këtë moment, por pastaj tha, është kushërim, hajde ta prezantojmë ty, tha mua, edhe kapi kështu të tora. E tha, ja, kjo është Arbea, ky është Miri, edhe kemi nisur një muhabet, kemi kërcyer bashkë, domethënë ishte shumë lezetshëm. Pastaj më tha, a më njefti mua, tha, tash jo, nuk të njoh, unë jam këngëtar, thash, ja fut kohë, thash, ti këngëtare, po taresh ti më mua, thash. Edhe ai tha, jo, unë jam në vërtet futu ti në YouTube, edhe shkruaj West Side Family, edhe shkruaj bërë, thash, që në vërtet këngëtari ky, sa bukur, thash, sa bukur, domethënë ja kështu, edhe Ike pastaj Gjermani u marrëdhënie mes neve. Dhe më vjen mirë që dëgjoj që ishte kështu dashuri me shikim të parë. Cila është kënga jote e preferuar nga West Side Family? Kënga ime me preferuar nga West Side Family në fakt është Jehona. Çfarë thua? Po. Me thënë, nëse kjo Shqipëri është palosur nga gjithë baladat e West Side Family, ti ke këngën me Aurela Gaçe, Jehon? Po, domethënë ishte një nga këtë këngë. Që shumë e bukur, po, që ditëm se mendova ndonjë këngë më romantike. Pa diskutime, shumë e bukur, për ka arsye pse është ashtu, sepse ishte një nga ato këngët e para nga Mirit që kam dëgjuar unë. Edhe kam, domethënë, ka një vend të veçantë në kokën time për kujtime. Do të përshëndes tani, e luan Skerdin, Top Albania Radio, Big Brother Radio, e luajmë pak West Side Family me Jehon, shkojmë publicitet edhe kthehemi me Rabin, mund të quaj Rabi? Po, mund të thuash me Rabin, po. Si të thrasin në Shqipëri? Shkurtim siç keni ju shqiptarët, po. Në Shqipëri kështu të thrasin. Jehon, West Side Family, Miri, burri Rabit. Big Brother Radio. A je gati të humbasësh deri në 7 kg me 15 shoca Fit Shots? Këto që kam unë këtu me Fit Shots, pija 100% organike. Dobësimi bëhet më i thjeshtë se asnjëherë tjetër duke mos u sforcuar shumë. Mjafton një dietë e ekuilibruar dhe pak aktivitet fizik dhe përdorimi i 15 shocave çdo ditë ju humbasin deri në 7 kg. Është panxhar e kuq, limon, çaj oolong, uthull molle që ndihmojnë në pastrimin e trupit, përshpejtojnë metabolizmin dhe reduktojnë peshën nga 7 kg deri në 10 kg për 15 ditë. Janë fantastike. Është një, themi, regjim që unë e kam nisur edhe për disa ditë, po ndjehem shumë e lirë dhe shumë më e çfryrë tek pjesa e barkut. Ndihmon në pastrimin e trupit, siç e thash, përshpejton metabolizmin dhe redukton peshën. Është rezultate reale, energji çdo ditë, trupi në formë, zgjidh shëndetin, zgjidh veten, zgjidh Fit Shots që unë gjatë një emisioni e pi dhe e mbaj këtu me vete kështu fap si një shots. Ti nuk ke probleme, je shumë elegante. S'ke nevojë fare. Ti je shumë e bukur, mashallah. Faleminderit shumë. Si e pritet ti Mirin kur tha unë rap do hyn Big Brother? Unë e thash pa asnjë dyshim direkt e thash futu. Se ai ka një gjë, domethënë. Ai ndjek shumë Big Brother. Ai ka qenë këtu ku je ulur ti një vit më përpara tek emisioni im. Edhe kemi folur për ty. Thash Miri, po si më Miri na shkova martove në Gjermani. Folëm bukur. Tani që të njoha e kuptoj. Dhe më tha që po, do kisha dëshirë të hyja në Big Brother nëse do. Ka pas shumë dëshirë. Mirë. Po, domethënë ka pas shumë dëshirë gjithmonë, edhe më tha dëgjoj, më kam pyetur nëse do hyj unë te Big Brother, edhe thonë bëje, të lutem shumë, sepse në qoftë se nuk e kishte bërë tani, unë jam shumë e bindur që unë
10 vjet rresht në të ardhshëm kisha dëgjuar pse se bëra. Pse se bëra, do me thënë do e dëgjoje të bëhesh e pishman. Po. E kuptoj. Si e ke parë Mirin tani për tyrë në teme dhe për të folur për lojën e tij, qasjen e tij, përditshmërinë e tij në Big Brother? Si e ke parë ti burrin tënd Rabea në Big Brother që nga dita 1 e deri më tani? Tashi, patjetër unë shoh mirë shumë i fortë atje brenda. Mua më duket si kur në qoftë se nuk do ishte mirë atje, shtëpia do kishte qenë komplet në gjumë. Se ka ca banore që zgjon me afshin e Mirit në mëngjes. Kush janë këto banore që zgjohen me afshën e Mirit në mëngjes? Për shembull Mateo, le të themi, ai zgjohet në mëngjes me Miri edhe flet gjumë në darkë me Miri, domethënë vetëm Miri kanë tru. Okej. Kështu që pa Miri çdo diskutim. Artani. Edhe po mirë, Artani po një herë, po ai është kështu, ai është i rrezikshëm. Mos harruam dhe Selinën? Po, tashi, po normal edhe Selin nuk është që shkon mrapa gjithkohës Mirit, por megjithatë ka ca banore që kanë fiksim Miri. Edhe jo në gjithmonë në anën pozitive, por e kanë fiksim Miri. Edhe pa Miri nuk do ishte, domethënë, nuk kishte shumë energji atje brenda, se kemi parë dhe dje në Prime që 3 çerek e Prime-it ishte vetëm me Mirin. Me Mirin, me Mirin. Me Miri. Një nga momentet më të bukura, cili ka qenë për ty një nga momentet më të bukura? Tashi, momenti më i bukur në kohë e fundit. Edhe më fani. Po, kështu, për mua ishte fani, nuk e di nëse ishte fani për ty, po për mua ishte shumë fani që atë moment kur erdhi para ca ditët zarfi kuq në shtëpinë e Big Brotherit, edhe e hapi Rogerti, kanë diskutuar këtë gjë, të gjithë kanë dalë jashtë, edhe ngeli Miri dhe Kristi atje brenda vetëm. Edhe Miri thoshte Kristit, "Po hajde një çik ti, hajde ti", kanë shkuar të dhomën e gjumit, edhe pastaj kanë filluar kështu si debat i madh kështu. Miri thoshte, "Unë jam zemër madhe, unë jam king tu ti kështu, ti kështu, ti kështu." Edhe në këtë mund ishte kështu sikur domethënë drita ishte fikur deri atë moment, dhe pastaj një hap dritën kështu edhe pam driçon Miri dhomën e gjumit me kështu se ishte kështu sikur, domethënë ata ishin duke bërë një luftë e vogël, por akoma ishin duke qeshur dhe nuk kuptova ishte për gallat, ishte me kastile, ishte në vërtet tash një luftë. Kështu që kjo për mua, domethënë unë e mora kështu si nga ana fani. Sa ishte ai momenti që po dukem si Sami Frashëri. Jo, ky ishte momenti shumë i bukur në fakt për mua, sepse ai në vërtet ishte ulur atje, kanë thonë që ti dukesh si ata nga vlezë Frashërit, edhe isha kështu si ua, ça burri i bukur kam unë. Qoftë se nuk kisha qenë tashmë martuar dhe dashuruar me Ririn, kjo do kishte qenë momenti ku isha thënë, wow, I'm falling in love. Wow, çfarë deklaratash. Po unë jam e sigurt që nëse të pyes për momentin më të bukur në këtë Big Brother, më ndihmojnë edhe çunat e regjisë për shfaqur surprizën që vajza juaj artistja i bëri Mirit, që ishte një moment që u prekat shumë edhe unë që se di, si një spektatore, shumë i bukur një takimi i babit me Po, ishte në vërtet një takim Sonte në Big Brother ka ardhur artistja vajza e Mirit. Si e vogël. Gjallë. E në semë, ha? A vesh të kapel? Të ta vesh të kapel? Nuk e du kapelën? Që baba, të për babi. Si ka qenë babi? Mirë, shumë mirë. E ke pa mirë babi? Po. Era pa fush. Shoqë emocionohesh. Shoqë emocionohesh dhe e kuptueshme. Delën disa minuta me njëri tjetrin. Unë nuk e di, e pyeti Miri kush sipas teje është një tjetër. Jo, mund të mbash kufje. Mund të mbash, nuk. Po, unë kam bukur njësoj. Unë kam me kollaj në fakt që nuk e kam. Nuk e ka. Okej, dakor. Nëse është e mundur. Një moment që e pyet Miri këtu, po tjetër kë mendon për lojtar të fortë. U përgjigj Selin. Domethënë se di, kishit biseduar më përpara nëse do vinte kjo pyetje apo ishte çdo gjë e lënë në dorë të vajzës që e ka parë Mirin ashtu në mënyrën e saj. Po. Tashi nuk e kemi diskutuar përpara se në fakt nuk e kam menduar që mund të pyet. Kisha menduar, por nuk e kam menduar që ai pyet ashtu. Por ajo ka dhënë përgjigjen që në këtë rast e kishte në zemër. Në fakt, domethënë ajo më tha mrapa, pastaj desha të them edhe Selin edhe Stelin, përshëndes edhe një herë Stelinën që kam takuar përpara. Domethënë të dy e kishte shumë qejf. Aq ishte. Por ajo ka thënë këtë si një familje e pafajshëm, le të themi që është, atë që kishte për zemër, se çfarë të tha pas takimit me Mirin, si u ndje? Se në fundi tha të dua
të fitosh ti. Mas takimin e Mos hajde me mua, tha fito. Po, ashtu i tha Mirit, edhe shumë mirë që tha se kisha frikë që mos dej, pastaj se ai kuptoi vetë që mori malli shumë për gocën, por ajo ishte shumë e mërzitur. Domethënë në një anë ishte e lumtur se më në fund ka takuar prap babim se kishte depre gjithë muhabetin, normalisht edhe kur Miri nuk është në Gjermani, ata flasin për ditë në telefon disa herë. Tashi ishte lumtur se takoi Mirin, por ishte edhe mërzitur sepse Miri geli akoma atje brenda në shtëpi, edhe domethënë them drejt, ajo ka qarë shumë kur dolim, edhe ka qarë shumë 2 orë është ka qarë vetëm, edhe unë kisha shumë vështirë të qetësohem ti si një herë, por unë shpjegova je lumtur, e ke takuar babin edhe pak, duro dhe pak, se shife, babi është mirë, ti ke qenë sot me babin. Po nëse ti do ishet në vend të artistët dhe do të pyeste Miri, kush tjetër të pëlqen e dashur grua në shtëpi, çfarë do thoje? Unë e kisha thënë përveç teje, më pëlqen Boli. Rushi, po. Rabi. Kjo natë nuk ka mbaruar me kaq se kutia e Pandorës kishte edhe të mirën dhe të keqen dhe Mirin e pam të gjithë se si u pre, ta themi, shipe dhe shkurt, kur dëgjoi deklaratën e babit të Selin që e vendos për pak sekonda edhe pse është parë edhe dëgjuar dhe komentuar shumë herë, po unë dua të marr pas kësaj komentin tënd. Mund ta shohim. Ti vajza ime nuk e nevoj për udhë rëfyës, as për kështila loje, as për dedatima. Babi të urdhëron të mos e ndërrosh kravatin ku flet. Kush është i tepër ti, duhet ta bëj këtë hap. Selin dhe Queen do thot të drejtosh ti njerëz dhe jo ata aty. Ka kuptuar Selin mesazhin që ju donit t'i jepnit me letrën tuaj? Absolutisht nuk e ka kuptuar. Ju e duhet merrni me patjetër 2 ose 3 psikologë të shikoni nivelin e perversitetit të ai mashkull. Perversiteti të ai është shumë i lartë. Si e komentojmë në studio? Si ka qenë, çfarë ke menduar kur e ke dëgjuar për herë të parë këtë deklaratë dhe cili është komenti yt, Rabea, lidhur me deklaratën e babait të Selinit ku për Mirin është shprehur me duhet të them, unë kam parë të intervistën jo në atë natë kur hapi Miri kutinë e Pandorës, por unë e pash atë ditë kur doli te Shqipëria live. Edhe në momentin parë ishte kështu si shokuar. Tashi mund du të them, nga një anë e kuptoj merakun që ka një babaj për vajzën e vet, domethënë, por këtë merakun nuk të jep të drejtën të gjykosh një person që ti nuk e njeh, që nuk ka bërë asnjë gjë ilegale, asnjë gjë nuk ka bërë, domethënë thjesht nuk bëri gjë e mirë. Ai vetëm ka bërë një lojë që të thrasësh ti atë personin atje brenda që s'ka ide çapo ndodh jashtë, ashtu siç ka bërë babai i Selinës. Pra nuk je ndier mirë dhe je shokuar nga kjo deklaratë. Kështu ishte në fillim, domethënë, un jam një person, domethënë, dua të jem gjithmonë një çik diplomatike, them, por kam domethënë një çik kuptim kam pas që kishte merak në moment. Por nuk të jep të drejtën të shpresh ashtu. Atë ka mërzitur, atë ka nevrikosur që i është drejtuar bashortit tënd me këtë gjuhë? Po patjetër që më ka nevrikosur një çik se kush nuk mund të jetë i prekur nga një fjalin të tillë, por tashi unë them edhe ti si babaj nuk mund të japësh gjithë fajin ose se përgjegjësinë, jo, domethënë nuk mund të thuash që është përgjigjur Miri për atë situatën atje brenda, por shikoj edhe një çik vetën gocën tatë, se ajo ka marrë ca këshillat nga jashtë deri tash se ka kuptuar, domethënë ose nuk do të. E ke fjalën për vllajin që i tha luaj vetëm, po, edhe për Gretën, edhe për Rogertën, edhe për letrën e babait, domethënë tu të shikosh dhe një qik vajzën e vetë, se e ke edukuar ti, jo Miri, domethënë se është kështu. Unë i shoh kështu si marrëdhënie mes Selin dhe Mirit. Është një marrëdhënie thjesht miksore, që është lindur nga një detyrim që kam pas atë mas prajmin e parë, që ishin detyruar të flinë bashkë në një krevat. E kanë pranuar këtë sfidën, le të themi, edhe në mas një sfide... Kështu nisi loja e tyre. Nisi loja e tyre. Edhe të dy, domethënë, unë mendoj, edhe Miri e ka kështu
nuk e shoh siç kanë shprehur, mos kanë ndjenjat, mos është e dashuruar ose ajo domethënë është dashuruar me mirë. Jo, absolutisht jo. Për mua është një marrëdhënie shumë miksore që secilin profiton nga secili vet. Domethënë ajo e shef mirin si një person i rritur që Nëse kjo marrëdhënie ka një problem, sipas teje kush është problemi, Miri apo Selina? Tash nëse ka dyshimit, ata dyshimit ushqen nga Selini, jo nga Miri. Them, kaq, qartë. Publicitet, kthehemi pas pak dhe do të vazhdojmë këtu ku e lam. Publicitet për moment. Big Brother Radio. Është momenti që ke pritur, final sale në Max Optica, ulje deri në 70% në koleksionin e syzeve të diellit dhe në ato optike. Kujtoj që dhe vizita okulistike është falas. Modelet më trendy, markat e tua të preferuara, cilësia që meriton shikimi yt, tani me super çmime, por vetëm për një kohë të kufizuar, deri në 70% ulje. Ju mos e humbisni këtë mundësi, vizito dyqanet e Max Optica ose porosit lehtësisht online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision. E lam tek marrëdhënia Miri Selin dhe le të flasim hapur tani dhe le të flasim për të shuar kuriozitetin se çfarë mendon bashortja e Mirit për këtë marrëdhënie. Tashi, atëherë Ledion. Jo. Tashi. Tjetër emision. Po. Tashi, unë për mua, ajo marrëdhënia mes Mirit dhe Selinit është thjesht një marrëdhënie miksore. Domethënë, për Miri, ashtu është opinionin tim, domethënë për të tjerët mund të jetë një vërtet të tjerë, po kështu më duket. Domethënë Miri i vjen Selin sikur është një gocë që se ai ka qef, domethënë i pëlqen, është thjesht si një shoqe, kaq. Edhe ashtu jam dhe unë kur kam një shoqe edhe ne jemi mirë me njëri tjerin, unë nuk dua që ndodh një gjë e keqe. Kështu që Miri i mbron ose mundohet të mbron Selin nga ato sulmin që mund të ndodh atje brenda, nga gjërat keqe që mund të ndodhin, ofendime, gjëra të tjera, edhe sepse Selina është zonja vet, edhe di shumë mirë si mund të kundërshtohet. Pse Miri sipas teje mbron vetëm Selin dhe jo shumë lojtarë të tjerë, ose një lojtar tjetër, ose një lojtare tjetër. Madje komentet së fundmi janë që kushdo që ka qenë afër Mirit, ka dalë nga loja. Edhe dje u fol edhe në Prime për këtë gjë. Këto ka patur afër Loren është jashtë, Lorna është jashtë, Selina është jashtë. Si e komenton ti? Tash marrëdhënia me Selinit dhe Miri ka qenë pak ndryshe nga ata të tjerat. Domethënë edhe Miri nifte ata, domethënë ca njerëz i nifte nga jashtë, por nuk ka qenë aq ngusht siç ka qenë me Selin, që është lindur nga gjithë atë debat me krevatit. Kështu që plus, unë mendoj tash që edhe Selin përfiton shumë mirë nga Miri, sepse e shikon si një person me i rritur që mund të jep këshillat, për shembull po kaq është marrëdhënie mes atyre. Ore se po më habiti mua. Ti nuk je fare xheloze në këtë histori? Jo, nuk jam. Fare? Jo, absolutisht jo, po ka arsye sepse. Ka arsye sepse. Edhe unë kam qenë xheloze kur kam qenë me re se sa jam unë tashi. Por, Mirë dhe unë, ne kemi më shumë se një dikat bashkë tashi. Edhe ne njofim një tjetrën. Jo vetëm me sy, por me sy të mbyllur njofim. Domethënë, edhe në qoftë se ti në një martes duhet të kesh dhe besim të partneri. Dhe ti ke një besim të plot tek Miri. Unë kam një besim të plot për Mirin, sepse unë i njoh shumë mirë dhe unë e di që... Po, a ke ti besim tek pala tjetër? A ke ti besim të Selin? Po tashi, qa bën Selin nuk është puna ime, domethënë, por unë e di që edhe në qoftë se ajo do kishte munduar të bëjë një gjë me Mirin, unë kam prap të besimin që ky e kundërshton, ta kishte thënë stop. Deri tani, deri këtu edhe jo më shumë. Domethënë, si ma komenton Rabea pas kutisë së Pandorës, ku Miri nuk e ndau informacionin e keq, ato që ne diskutuam pak më parë me banorët e tjerë, duket sikur Selin që pas asaj puntate është më afër, më kurioze, u komentua dje në Prime, ky rikthimi i të qëndruarit më shumë afër Mirit. Tashi, unë mendoj që ajo nuk e di se thuan vetë të dy, ne kuptojmë njëri me sy. Ajo ka kuptuar që atje te kutia Pandorës ka qenë një gjë që ka dhe lidhje me të. Edhe ajo më duket që ka merak që mos ka lidhje me vetë. Domethënë, ajo do të zbuloj mos ka lidhje me mua. Domethënë, që kush e di. Edhe sepse ajo profiton shumë nga Miri. Në qoftë se nuk të kishte qenë Miri, ajo nuk të kishte qenë në pozicionin ku është sot.
Domethënë se Miri ka mbështetur shumë Seline, ka grej shumë lart. Tashi, në qoftë se kjo prishet sepse mund të ketë qenë një gjë e keqe për Selinën atje brenda në kutinë e Pandorës. Pra, me këtë që prishet po ajo. thua ti, unë marr edhe përgjigjen e videos që nuk më intereson nëse del Gimbo apo Greta. Mua më intereson mos dalësh ti, i ka thënë Selin Mirit. Pa. Domethënë, unë besoj që ka thonë se ka frikë që nëse thotë ndryshe distancohet Miri. Edhe ajo vetë, ajo nuk thotë që distancohet Miri. Ka kështu përfitimin. U fol dje që disa gjëra nuk është e nevojshme të thuhen, të fliten, të komunikojnë, ne merremi vesh me sy dhe unë jam e bindur që një grua e kupton me sy burrin e vet, o nuk e kupton njëri tjetër. Çfarë kupton ti në sytë e tu kur shes sytë e Mirit, në mënyrën se si ai po e jeton këtë eksperiencë? Tashi, unë mendoj ashtu si shofum është një presion i madh për Mirin atje brenda se është shumë vështirë. Domethënë ti je mbyllur atje brenda për 40 ca ditë, ti s'ke as kontakt nga jashtë, ti nuk din si janë mami, babi, grua, goca, mirë gocën e tij tani, por në përgjithësi. Edhe ke gjithë atë ofendimit, sulmin, ças mund të ketë atje brenda, por për zotin nuk e di, unë e shoh që është pak si lodhur, po akoma unë çuditëm për ditë si Miri gjen këtë durimin që ka. Si gjen këtë durimin, e ke parasysh se ai është, domethënë, nëse kisha qenë unë atje brenda, nuk kisha për disa raste kur kishte kështu ofendime të mëdha ose një luftë kur Si do reagonte një gjermane? Po, kur vjedhin kështu cigaret, kur e ofendojnë, domethënë nuk kisha reaguar aq qetë si reagon Miri. Domethënë ai mban vetes, edhe që është shumë i mirë që tregon që ai është një person i mirë, edukat, edhe me integritet, me qytetar. integritet shumë i madh, po. Ti nuk ke frikë nga kjo marrëdhënie? Jo, nuk kam frikë fare. Ta them ti se ti më ke ndërprerë dhe se nuk kisha mbaruar në fakt. Po. Tashi, kur ti ke një marrëdhënie ose një martesë, edhe ti nuk ke aq shumë besim që por aq më tepër xhelozia atje brenda, kjo do më thonë që në marrëdhënien tënde ose në martesën tënde ka një gjë që nuk shkon. Sepse do më thonë pak xhelozi jep një çik zjarr lidhjes që ke me burrin ose me bashkëshortin, por aq shumë që se ata nuk kanë bërë asnjë gjë, janë vetëm kështu, si të thash, jam eksor, nuk puthen, nuk bëjnë gjërat më shumë se sa përputhje. Edhe për qafimet i shet dhe i komenton si shoqërore dhe si dy njerëz që po e luajnë bashkë. Po se si dy njerëz që thjesht shkojnë mirë me njëri tjetrën, kaq. Edhe pse ta jem xheloze unë tashi për një gjë që nuk ekziston. Në opinion tim, nuk ekziston një ndjenje, një dashuri, asnjë gjë. Dashuri e ka me mua ose me gocën. Edhe më shumë me gocën se goca, domethënë me familjen e ka dashuri, jo me mua. Bëhet Miri xheloz për ty? Po, është Miri natyrë xheloz? Po, është pak, po jo në aspektin që njeri mund të vi edhe ndan mua nga Miri, por ai është xheloz si sa edhe vet atje brenda për gjëra që ka për zemër, sepse ai do që ata njerëz që e domethënë ose e pëlqen, që e do të mbaj afër dhe nuk do të ndahet nga atë, domethënë e ka për të mirën atë xhelozin, nuk e ka xhelozin në kuptimin me dashuri. E kupton? Shpresoj që ju më kuptoni çfarë dua të them. Të kuptuam. Tani i mbetet njerëzve për të besuar apo jo, por ajo që ne kuptuam nga ty është që ti e shesi një marrëdhënie loje, që të duken dy njerëz që në mënyrë shoqërore dhe miqësore po e luajnë bashkë këtë lojë, që nuk je as pak xheloze. Jo, fare. Por që në këtë marrëdhënie, kur unë të pyes cilin shesi më problematik nëse ti sheh një problem, ti më thua Selin. Po. Se ajo ka filluar të të ullët të pak mirë, domethënë e kemi parë djetë të Prime që e kundërshtojnë një çik. Domethënë mirë e mbështet shumë, se kështu ka karakter, ai është zemër madh, domethënë kur ai ka një mik ose një shoqë, një mik, ai e bën gjithçka për atë, kurse unë shoh që Selin nuk e jep të njëjtën gjë, domethënë ai ishte si atë natë kur kishte si quhet zinxhiri i shpërtimit, që ajo domethënë apo ishte Selin kjo apo jo, nuk e mbaj mend tash, por ishte një moment kur unë mendova që ja ky nuk e kishte bërë ashtu si bëri Selin tash, domethënë Miri bën gjithçka. E sheti Selin të lidhet në këtë lojë me Gimbon?
të krijoj një marrëdhënie dashurie me Gimbon, ishe bashk apo? Po, tashi mua më duket ashtu sikur Gimbu ka përqim të Selini, por Selin nuk e ka shumë përqim për Gimbu. Them, ajo shfrytëzon mundësinë që kalojnë një kohë e bukur bashk, them unë, që bëjnë edhe muhabet se janë dhe të njëjtë, mosh kanë dhe tema të ndryshme. Dua të rishohim debatin që pati Miri dje me Mateo, gjatë i goxha, edhe u fol shumë. Si e komenton ti këtë, po pasi ta rifreskojmë si moment Se të tjerëve ti, unë pas kam loj me Brikenën, ndërkohë që ti çdo prime del me Selinin, edhe nuk e ke bezdi dalësh as për ndjekës, as i dashuruar, as xhelos, pse? Ti vazhdon gjithë javën. Ato i thua ti në tima njëjta gjete. Si të vjen Bea kur i dëgjon se ishte këto përballje që Miri ka me lojtarë të tjerë, kjo e Mateos ishte goxha akuz, pra për ndjekës, dukesh i dashuruar, dukesh i dhënë çdo prime del me Selin. Apo ja, qëndrojmë te komentet që tashi, siç thash përpara në fillim, mua më duket sikur Mateo, domethënë ka shumë fiksim me Miri, sepse Mateo shikon Miri si lojtar shumë i fortë. Edhe ai di shumë mirë, nëse merret me Mirin gjithkohës, do ketë ky në vëmendje. E ka thënë edhe vetë në biseda të tjera. Po, domethënë do jetë ai në vëmendje e publikut, që ai i përdor si domethënë shkon mrapa, i ofendon ose fillon debate kështu, por është vërtet, siç thash Miri dje, si pash, që Miri, domethënë duhet kuptosh që kështu Miri ka një intelekt shumë të lartë, edhe ai kur shef një person e ka përballë që vetëm merret me akuzat, edhe jo me fakte, domethënë po vetëm shpik gjërat që jo kjo është opinionin tim, është opinion, por nuk është e vërteta. Pra janë pa përmbajtje thuat, për të pa bazuar, po pa bazuar, fiks, domethënë normal që thot nuk do hyj në debat me ty që sepse nuk ja vlen që unë jep fuqim këtë debatin se në fund fare s'më del asnjë gjë. Domethënë kot është, do bëj debat me ty më mirë, thot mirë, ashtu më duket që thot ruaj veten time për një gjë më rëndësishme atje brenda, kur do ketë një debat e vërtet, edhe jo ata akuzat, por vetëm një gjë dua ta them që thoshte Mateo dje, se ai ka përdorur dhe domethënë mas të shtunës kur ishte goca jon atje, ai ka përdorur këtë marrëdhënie mes babait dhe gocës, se familja janë të shenjtë. Edhe për neve, domethënë fëmia jonë është e shenjtë për neve. Edhe si mund ti që as vetë nuk ke fëmijë, ti nuk di si është të jesh babai ose mamaj ose si prind në përgjithësi, si mund të ulesh këtë lidhje mes artisjes dhe Mirit vetëm për të bërë nami atje brenda shtëpisë. Domethënë kjo është një lojë shumë i dobët, e shumë kështu. Nuk më domethënë të ka ardhur keq, e mërzitur me jo vetëm që më ka ardhur keq, por nëse se ti ke nevojë të përdorish këtë marrëdhënie mes gocës dhe babit, mes artistës dhe Mirit për të bërë kështu namin atje në shtëpi. Si e parashikon çiftin në lojë? Miri Selin, do shkojnë gjatë bashk, do ndahen shpejt, çfarë do ti të ndodh? Tashi, pyetja nuk është ç'a dua unë, por unë shoh ashtu që ata do vazhdojnë edhe shumë gjatë në fakt. Unë mendoj që do vazhdojnë gjatë, por ose domethënë nuk ka rëndësi ose tani ose pak më vonë, por do vi një moment kur duhet të ndahen të dy, sepse secili ka ardhur për fitoren e vet atje. Edhe do që ky moment jetë i afërt? Po më mirë pak më shpejt se sa më vonë, se domethënë gjithë secili duhet luajë për vetë. Po, se fiks ashtu, secili duhet luajë për lojën e vet. Edhe sa më herë baron, sa më shumë mundësi ka mirë të fillon lojën pas Selin, them unë. Domethënë nuk e them se kam inat Selinin tash, por xhelozi, thua që duhet të luajë individualisht, po, se unë mendoj se Miri është një person që ti do ulesh në tavolinë, as 5 minuta të bën për të qeshur. Ti mund të flasësh për çdo gjë me Miri, për politikën, për futboll, për gallat, për të gjitha gjërat, por dua që me që është me Selin bashk, nuk mund të tregoj dot gjithë ata që ka për brenda, atë mrekulli që është. Domethënë është më i kufizuar edhe luan vet, po është më kufizuar, edhe ajo le të bëj çfarë do ajo, Mirë luan lojën e vet,
Edhe në fund fare dalën të dy në finale. Tani, supozojmë ti futesh në shtëpinë e Big Brother. Pa. Edhe të vjen Miri si që erdhi vajzës. Pa. Çfarë do t'i thuash ti Mirit? Ja, e ke aty përballë, pasi e puthe, e përqafove dhe i them ka marr malli. Çfarë mesazhi doje ti jepje? Unë e kisha thënë, domethënë e para punës që jam shumë krenar. Jam shumë krenar për ty, kisha thënë, edhe unë çuditëm ditë për ditë kur qof ty live si e përballon atë situatat atje brenda ku e gjen durimi. Këtë kisha pyetur unë, për shembull, patjetër kisha thënë që e dua shumë jashtë mas, edhe që mos ki merak, ne jemi gjithë mirë jashtë, edhe vetëm fokusohu ti të lojën tate, edhe mos harro që të kam thënë ty para se hyre në shtëpi, ku ishe ti në shtëpinë tonë në Gjermani, që ti nuk e ardhur vetëm për pjesëmarrjen, po ti ke ardhur për fitoren, edhe mos harro këtë, edhe ti do shkosh deri në finale, edhe do jesh fituesi. Dhe ty pastaj të pyesin, a do doje të takoje një banor tjetër nga shtëpia, apo do doje të përshëndesje? Tashi nga ata që janë akoma brenda apo ata që kanë dalë? Ata që janë akoma brenda. Tashi nga ata që janë akoma brenda kisha Se ata që kanë dalë edhe po Baby G kisha qef të takoja një herë. Baby G. Edhe duket sikur dhe me Baby G ka një good vibe Miri, ajo jo vetëm me Mirin, po edhe ajo domethënë ajo kur ndërshton njerëzit, domethënë edhe nuk është një nga ata pak banore që nuk është hyrë atje brenda për të ulur për të sulmuar Mirin, por ajo sillet shumë mirë, domethënë normale le të themi në këtë aspekt. Dhe nëse do të vinte Selin, çfarë do t'i thoje? Të kisha thënë, është kënaqësi të takohem ty një herë, edhe gjithë të mirat, nuk e di që të them, si jeti, si kalova atje brenda, domethënë s'e di, nuk ka një gjë të veçantë që kisha thënë. Tip, je e sigurt që Miri shkon në finale? Po jam shumë e sigurt. Kush të shkojë në finale? Domethënë, nëse më pyet kush shkon në finale, unë mendoj që patjetër Miri, se është lojtari më i fortë atje brenda për mua, edhe sepse është buri. Mi thuaj finalistët e tu dhe fituesin e këtij edicioni të 5. Po, edicioni 5 fituesi do jetë Mir, pastaj janë dhe fort Kristi. Brikena, edhe Selin është e fort. Dua mendimin tënd për Rogertin. Si e komenton në ngjarjen e orëve të fundit mes Rogertin? Për Rogertin, mirë që thua ti, tashi për Rogertin, ai hyri edhe domethënë ka shkuar atje për të zgjuar një çik banor sepse në vërtet kanë qenë pak. Jemi në limit kohe. Jemi shumë shpejt. Po tashi unë vi nga shteti shumë inkluziv, shumë. Edhe nuk ka shans që ti ta flasësh ashtu siç ka folur Rogerti atje brenda, veçanërisht për shembull me Stenaldun. Edhe në qoftë se kjo do kishte ndodhur në Gjermani, jo vetëm Rogerti do kishte pas problem, po edhe produksioni, do kishte hyrë edhe politika se nuk tolerohet atje në Gjermani. Domethënë, unë shpresoj që ju shqiptarët do merrni vendimi i duhur që mos domethënë që kjo sjellje atje brenda kundër njerëz me kufizim, domethënë e keni parasysh si person i vepër, nuk tolerohet. Nuk tolerohet. Këtë kam dëshirën unë, që ju shihni që këtë gjë nuk thuhet në asnjë mënyrë. Si është Big Brotheri në Gjermani? Sa zjat? Tashi Big Brother, tek ne quhet Promi Big Brother. Domethënë Big Brother VIP është Promi Big Brother edhe zjatet vetëm 14 ditë. 14 javë do të thuash. Po 2 javë fiks, po. 14 javë? Jo 14 javë. Çdo ditë del nga një njeri? Po, 14 ditë. Edhe jeni shumë të mërzitshëm, shiç bëhet këtu me ngjarjeve, dinamika i pavarur. Po, ne kemi një gjë më e bukur se sa Big Brother në Gjermani. Ne kemi quhet Jungle Camp. Edhe atje janë njerëz, domethënë njësoj si në Big Brother, janë izoluar, por janë në Australi edhe kështu. Unë jam shumë e lumtur që të pata, je rasti, mos e nuk e di i dyti në gjithë historinë e Big Brother VIP që bëhet personi jashtë shumë i famshëm dhe është aq shumë në lojë edhe do apo s'do ka kuriozitet të madh për ty, po unë besoj që në këtë një orë disa pikpyetje i kemi kthyer përgjigje. Po shpresoj. Dua që shumë të rikthehesh se shumë gjëra të tjera lan pa folur. Me gjithë ishte në vërtet një muhabet shumë e lezetshëm. Unë ndjeva si në shtëpinë time këtu, edhe të falenderoj shumë. Shqipëria të pëlqen. Unë dua jashtë mas Shqipëria. Ju jeni një shtet shumë të ngrohtë, ju kam për zemër. Edhe pse kemi dëgjuar që në Gjermani politika jote është pak e ashpër, por
S'ka lidhje. S'ka lidhje se thashë thej me internet. punën e bëj atje në Gjermani dhe jo në Shqipëri, ju keni punën, ju keni politikën e vet, unë kam politikën atje në Gjermani, edhe nuk kam ardhur fare për të folur sot për politikën time. Të falenderoj shumë se jemi në limit, fillojnë lajmet, s'ka ndodhur kurrë në këtë program. Gjithë të mirat, shëndet edhe përshëndet e vajzën. Big Brother Radio rikthehet nesër mbrëma. Natën, faleminderit Rabea, faleminderit.